Pas më shumë se 7 vitesh në drejtimin e Partisë Socialiste, Edi Rama duket se ka arritur të realizojë një prej ëndrave të tij të hershme, mbylljen e informacionit për mediat dhe zhvillimin e një mbledhje pa debate, ku shpreheshin hapur pa kënaqësi ndaj tij. Celularët e bllokuar dje në sallën ku mblodh Asambleja e Partisë Socialiste ishte shenja më e qartë e frikës nga rrjedhja e informacionit. Për të shmangur daljen e bisedave, një aparaturë e posaçme e vendosur nga drejtuesit i ka bllokuar thirrje telefonike dhe mesazhet gjatë zhvillimit të mbledhjes. Një masë e tillë merret vetëm nga Garda e Republikës në aktivitete apo mbledhje ku diskutohen çështje që kanë të bëjnë me sekrete shtetërore. Megjithatë, dhe institucionet shtetërore këtë masë nuk e zbatojnë shpesh, duke vlerësuar gjithmonë rëndësinë e informacionit që diskutohet. Ndërsa Partia Socialiste ka zgjedhur ta përdorë në mbledhjen rutinë të Asamblesë Kombëtare. 6 muaj para zgjedhjeve, Partia Socialiste nuk i ngjan më forumit të dikurshëm, ku në çdo mbledhje grupi kishte debate dhe shkëmbime idesh për mënyrën e drejtimit. Dje, mbledhja e Asamblesë Kombëtare e Partisë Socialiste, një nga forumet më të rëndësishëm për vendimarrje, ka kaluar një lloj si një mbledhje e grupit të punës për enciklikat e vitit 2007. Ndërsa pritej që strategjia elektorale e vitit 2013 të hap mjaft diskutime dhe debate, rreth 260 anëtarët e Asamblesë kanë dëgjuar për 90 minuta fjalimin e kreut të Partisë Socialiste, teksa shpjegonte me PowerPoint idet për mënyrën se si do të sillet PS-ja deri në zgjedhjet e vitit 2013. Pavarësisht kësaj, askush në Partinë Socialiste nuk pati rezerva për mënyrën se si do të krijohet koalicioni, si do të ndahet pushteti në të ardhmen me aleatët e rinj dhe të vjetër, dhe mbi të gjitha duhet ridimensionuar oferta që e majta do t'i paraqesë elektoratit në zgjedhjet e ardhshme. Vetëm zëri i Ilir Gjonit është dëgjuar për një çështje që në fakt shqetëson mjaft deputet të tjerë, por këtë herë askush nuk ka preferuar të ndalet gjatë. Pak muaj para zgjedhjeve askush nuk do të prish marrëdhëniet personale me njeriu që ka në dorë listat e kandidatëve për deputet. Lëvizja për mendimin ndryshe mund të thuhet se tashmë nuk ekziston. Kastriot Islami ka rreth një vit që nuk është më pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ndërsa kapitulli i largimeve është mbyllur me deputetin Andis Harasani, i cili zgjodhi të mos jetë më pjesë e ligjvënësve të PS-s. Mendimit ndryshe dhe oponencës në PS prej më se një viti ka kohë që i mungon dhe zëri Ben Blushit, një prej kritikuesve më të ashpër të kreut të Partisë Socialiste, ka zgjedhur që të mos komentojë asgjë në lidhje me zhvillimet brenda PS, duke dhënë miratimin e heshtur për gjithçka. Afrimi i zgjedhjeve ka zbehur dhe qëndrimet e deputetit Arben Malaj, i cilësuar shpesh si një nga njerëzit më të afërt të ish kryetarit Fatos Nano, përveç daljeve në publik në krah të tij, Malaj nuk ka mbajtur asnjë qëndrim në lidhje me qëndrimet e fundit të PS-s. Pjesë e lëvizjes së mendimit ndryshe, dikur dhe deputeti Marco Bello ka vendosur të tërhiqet në strukturat dhe grupet e punës së partisë, duke qenë i kujdesshëm në deklaratat publike, dozat e kritikave ndaj kreut të PS-s. Nga të gjithë zërat që më parë ngreheshin dhe debatonin dhe për çështje të rendit të ditës, tashmë në PS-n, e drejtuar nga Rama, nuk ka kritika dhe për dokumentin që cilësohet si më i rëndësishmi për zgjedhjet e ardhshme, atë që vetë kreu i Partisë Socialiste i quajti strategjia e fitores. Kështu mbyll dje Asambleja e PS-s në monologun e stërgjatur të Ramës, ku duket se edhe këtë herë sipas Ramës, antarësia duhet të jetë vetëm për të hedhur votën, pasi vendimet e mëdha do të vijojnë të merren nga vetë ai.